Si e ke planin? Tash kemi edhe shokun e Mariklenit. Hajde, risti. Ti risti apo? Po. Ha? Gjithë me rallë Ali. Hajde se kena këtu bateri. Esa tash do bëjmë çik më pas për TikTok, ne? Po, më si dush ti. Bravo. Okej. Jemi? Kamoto? Ka moto. Çfarë klasë je resto? Klas 9. Po ke mësuar po vitet? Uf, mo. Ke mësuar? Por, Ça lëndë ke më shumë qenë? skulpturë. Fiskulturën. Bravo, më ka pas shumë qef fiskulturën. Lënda ime preferuar ka qef fiskultura. Që shkollë do vazhdosh mas klasës 9? Krysen Çela. Mas klasës 9, të që do vazhdosh shkollën? Për detari. Për detari? Po. Për qem peshku? Si jo? Kursi për atë një të peshku. Normal. Peshkun kemi na. Në atë e në rrit. Një pyetje. Po. Kush e ka peshkun më të mirë, Durrësi apo Vlora? Durrësi normal. Durrësi. Logjata të thënë Vlora. Jo. Komentoni, kush e ka peshkun Nuk matën dot me ne, jo. Më të mirë. O, Reso, ke gjyt një herë për peshke? Sa ardë dush. Ke dalë, Po. Babin peshkatar kemi. A i ke babin peshkatar? Po. Ti hake peshk freske dhe? Nuk ka pasion më të bukur se peshkatar. Ashtu, ha? Ke dalë me gjyt shumë me barkë apo? Me varg. Me varkë, shumë. Po si gjuni me rjeta? Me rjeta me grepa. Me rjeta dhe me greta. Po është sporti vështirë? Se paka shumë hykje sporti. Nuk është aq i vështirë, po. Nuk Për është aq i fillestarët po. Për fillestarët po. Po të hanë ko shumë gjytja në det? Po. Hanë, ha? Po. Sa mund të rish për shembull? Deti asirë s'ka orar. S'ka orar, ha? Jo. Unë 2 herë kam skupër me gjyt peshk, po nuk kam pas durim. Do shumë durim. Maksimumi mund 3 orë, 2 orë, po më shumë. Varet veni, koha edhe ujrat. Apse ka boj koha, veni, ujrat. Po. Shef sa ka zanoti? Ne kujtojmë se merë kallomin aty edhe. Së është e që letë. Ja, nuk është aq e lehtë. O zanot në vete. Po. Po nuk e dija që pas ka deka po stafat për detari. Ja që ka dalë. Ka dalë, ha? Po. O resto hien e man pak terët ti? Po. Për njerëzit që po shohin videon për momentin, ju ftoj të na ndiqni në TikTok, në Instagram, ta bëni subscribe në YouTube për video, për më shumë video. Resto, kush është zona më e bukur e Durrësit? Plazhi. Plazhi, e? Po. Pse plazhi? Kena një moment bukur në plazh? Po, kam qenë kur kam qenë i vogël. Kam pas luajtur futboll me çunat. Në plazh, e? Po. Po ç'ne ti më në Durrës lëvizjen plazh? Është një zonë shumë e bukur. Ashtu, ha? Po ku të pëlqen më shumë plazhin? Në dimër apo në verë? Dimër. Në dimër? Bukur, këndshëm. Se është deti më i qetë. Në mund dalë në shëtite. Me të këthy përgjigje. Po s'ka gjomër, s'ka gjë. Qa bone ti, si e? Mirë, o lodhët. A, të më nga pak, ja. Po bëjmi gjë ndryshe. Që e qik te? Rosat. Jo më fut gjithë klasën. Rishtë e i futa. Më futër janën. Eso shive pak si kam qef. Super fare. Në shëndet, faleminderit, shpresoj që kesh ngeli kënaqur. Faleminderit. Shkoj bukur dhe sot, shkoj mirë. Tash do shihemi në episodin e 3. Qimet s'na pas kanë fluturuar shikëshyr, janë këtu. Edhe po i fshim, ma sa kena mundësi.
Ma thoni ju që është turp. Është turp e bie me lujt basketbol. Pse mos ka asgjë të keqe? Shime.